Kthehemi në studio të flasim tani për ekonominë, për dy çështje që i kemi trajtuar shpesh, që kanë bëjnë me mbështetjen e të moshuarve dhe kategorive në nevojë, por gjithashtu dhe për pensionet në tërësi. Do të diskutojmë në lidhje drejt për drejt me eksperten Romina Radonshiqi. Romina, shumë faleminderit që je me ne, kënaqësi të bisedojmë. Kënaqësia është e imja. Mirë, unë përnis diskutimin nga një rritje e buxhetit për bonusin e fundvitit për pensionistët. Kemi parë që prej fushatës së shkuar të anunçoi, po themi, marrja e 2 bonuseve të ndara për gjatë vitit. Çfarë të presin pensionistët të fundvit? Në fakt ishte e pritshme, pas edhe ekspertët ekonomistë kanë parashikuar që në indeksimin e 1 tetorit, ku një pjesë e mirë e ekspertëve ekonomistë, sidomos ato që merren me çështjet e pensioneve, kanë, le të themi, hedhur hipotezën që ndoshta do të kemi një bonus njësoj si i vitit kaluar, pasi ka një efekt më të madh psikologjik, ku në fakt rezultoi vërtet, pasi nëse ne shohim kemi një suficit buxhetit dhe për herë të dytë do të thoya, jo për herë të parë, sepse është radha e dytë, pra viti i dytë, i cili shteti po i kushton shumë rëndësi mbrojtjes sociale. Dhe kjo është normale, pasi vendi ynë gjithmonë ka qenë ndër të fundit vende të Europës po dhe të Ballkanit Perëndimor që kushtonin rëndësi mbrojtjes sociale. Pra, ato grupe vulnerabël të cilët ishin në nevojë nuk gjenin përkraje dhe mbulim social të mjaftueshëm. Ndërkohë, ky është viti i dytë radhësisht që qeveria pasi del në suficit, do të rialokoj burimet pra të ardhurat aty tek ato shtresa së pari tek ato shtresa që janë në nevojë, që normalisht shtresat në nevojë janë pensionistët dhe personat, të gjitha ato kategoritë e personave që kanë përfituar dhe vitin e kaluar, dhe ma mërmendje që do të jenë përsëri në të njëjtën skem. Dhe përsëri shohim dhe këtu një le të themi një bonus të shtresëzuar, që do të thotë që i kushtohet më shumë rëndësi atyre individëve, atyre pensionistëve, të cilët marrin një pension të pjesëshëm apo një pension minimal. Dhe kjo është një gjë e mirë, edhe pse ato që na dëgjojnë që marrin një pension bimesatare apo mesatare, ndoshta ndjehen deri diku të diskriminuar dhe thonë dhe ne kemi kontribuar po në të njëjtën mënyrë dhe pse ne duhet marrim një bonus disi më të ulët, por mendoj që duke qenë se niveli i varfërisë tek ato pensionistë që marrin pension minimal dhe të pjesëshëm është shumë herë më i lartë, çdo gjë mund të justifikojë faktin që bonuset le të themi po shpërndahen në 2 fasha. Nëse referohemi vitet kaluar, pra ato të cilët kanë përfituar rreth 15.000 lekë kanë qenë pikërisht ato individ të cilët kishin një nivel pensioni më të ulët se 20.000 lekë. Dhe ato që kanë përfituar 10.000 lekë apo 100.000 lekë të vjetra, kanë qenë pikërisht ajo shtresë që merr një pension më të lartë se 20.000 lekë. Tashmë akoma nuk është vendosur kush do të jetë ai tavani, por unë mendoj që pothuajse do të jetë i njëjtë nëse i referohemi në fakt buxhetit vitit kaluar apo fondeve që do alokoheshin pikërisht për pensionistët, për bonuset, ka qenë shumë herë më i vogël se ç'është tashmë. Megjithatë, nuk dihet akoma se sa do të jetë shifra, se mund të jetë po e njëjtë si viti i kaluar, dhe kjo, le të themi, 2 fishim apo 3 fishim mund të justifikohet me faktin që pjesa më e madhe e individëve të cilët kanë dalur pension këtë vit kanë qenë ato individë të cilët kanë një pension të ulët apo të pjesëshëm për shkak dhe të punësimit informal në vitet e tyre të shkuara. Ndërkohë, Romina, lidhur me atë që u diskutua gjatë fushatës për, po themi, një plan më afatgjatë, se nuk mund të funksionojë gjithmonë me bonuse. Jemi ende larg, po themi, një skeme të mirëfillt dhe dinjitoze për të moshuarit? Unë mendoj që, për të qenë realist, mendoj që jemi larg dhe këtë e them me bindje për shkak se nëse do të bëjmë llogarit, atëherë së pari kemi nivele pensionesh të përtulta, këtë gjë e dim. Por mirë që kemi nivele pensione të ulta, po kemi dhe një skemën e pensionit, pra i kemi në deficit. Tani çështja është që përveç faktit që e kemi në deficit, atëherë një pjesë e mirë e fondeve të buxhetit të shtetit shkon pikërisht për të mbajtur në këmbë të skem pensionesh. Kush do ta rregullonte pikërisht këtë deficit? Çfarë duhet të bëhet? Së pari, qeveria duhet mendojë se si të rregullojë tregun e punës, sepse kemi një raport pothuajse 1-1, pra një kontribues, i cili një pjesëmarrës i tregut punës kontribon për një pensionist,
capën, domethënë. Kështu që kjo është një pensionist. Atëherë kjo është një raport i cili nuk justifikon skemën e pensioneve. Atëherë duhet patjetër që të rrisim numrin e kontribuesve në tregun e punës, që do thotë të jenë më shumë individ të cilët të rritet numri i punësuarve. Po si do të rritet numri të punësuarve, ku pjesa më e madhe të rinjve po shohin emigrimin si një zgjidhje. Dhe prek pikërisht të rinj, sepse të rinjt janë, le të themi, ai target group që mund të konsiderohen si kontribues afatgjatë. Po si mund të presim që kjo skemë e pensioneve të rregullohet pra për një periudhë afatshkurtër, kur kemi shumë profesionistë, siç mund të jenë mjek, infermier, pra gjithë punonjësit e shëndetësisë, ndoshta dhe lektor, inxhinier, arkitekt e tjerë që duan të emigrojnë në vendet e Bashkimit Evropian, sepse atje ka kërkesa për vende pune, ka dhe trajtim më dinjitos të punësuarve, qoftë në aspekti i pagës, por dhe domethënë e kualifikimeve. Kështu që të dy, pra dhe të rinjt janë përfitues afatgjatë, do të ishin, le të themi, kontribues afatgjatë, por nga ana tjetër edhe profesionistët të cilët që e konsiderojmë në atë shtresën e mesme, që në të vërtetë sot po përballet me një kufi varfërie, që dëshirojnë të emigrojnë, pikërisht dhe këto kanë dëmtuar pra skemën e pensioneve, që zgjidhja për të pasur një pension dinjitos, të gjithë pensionistët që me të drejtë në fakt sepse në vitet e tyre ato kanë kontribuar dhe janë lodhur dhe ne themi që Shqipëria është pranë rrugës europiane, por në të vërtetë janë dhe ato pensionistë të cilët e kanë dërguar këtë vend pranë rrugës europiane dhe meritojnë të kenë një pension dinjitos, por në të vërtetë në këto kushte ne po flasim për një pension normal, ndërkohë që ato nuk marrin asnjë pension normal, duhet patjetër qeveria të reagojë, dhe të reagojë me fushata ku të rregullojë tregun e punës, të luftoj evazionin fiskal dhe informalitetin, sepse çdo pensionist që sot po na ndjek do të thoshte që mua nuk më intereson, unë dua të kem një pension i cili të më mundsoj minimalisht një jetesë normale dhe nëse unë do të referohem një studimi në fakt që kam bërë muajin e fundit duke referuar mbrojtjes sociale dhe aspektit të kujdesit shëndetësor, pjesa më e madhe e pensionistëve, qoftë në qytet, por dhe në fshat ku atje është dhe problemi më i madh, nuk marrë një kujdes shëndetësor cilësor për shkak se edhe pse kemi një shëndetësi falas, përsëri lista e barnave të rimbursueshme nuk është aq e gjerë. Çështja është që shpeshherë detyrohen të shkojnë në spitale private ku duhet ta theksojnë pra që dhe fatura në spitale private krahasimisht me nivelin e pensioneve dhe të pagave në Shqipëri është përsëri e lartë dhe gjitha këto të bëjnë që një pensionist jo vetëm që të mos ketë një pension dinjitos, por të jetoj në kufi të varfërisë, por nga ana tjetër dhe të mos ndërmarrë të gjithë pra kontrolle të rutinë apo të ketë një kujdes shëndetësor le të themi cilësor, duke qenë se kufizohet nga të ardhurat e disponueshme që janë pikërisht pensionet. Ndërkohë, Romina, lidhur edhe me treguesit e tjerë të pensioneve, beson se kjo të përkthehet edhe në po themi rritje të taksave ose elementeve që kanë të bëjnë pikërisht me ndërtimin e skemës? Në fakt, është parashikuar që në reformë është rritja moshës pensioneve, që patjetër që çdo individ që na dëgjon nuk do të jetë i gëzuar që në të ardhmen do dalë në një moshë më të madhe apo më të vjetër, pra le të themi në pension. Mendoj që ato që mund të jepnin efekt është pikërisht rritja e pagave në sektorin publik po dhe privat. Sektori publik në fakt ka marrë masa dhe rritja e pagave ka një ndikim në skemën e pensioneve. Por duhet patjetër që dhe sektori privat të reflektojë një rritje pagash dhe këtu nuk është qeveria ajo që do të ndërhyjë në pagat e sektorit privat, sepse dim shumë mirë që vendos tregu, por problemi është këtu që në momentin që kemi disa biznese që ndodhen në vështirësi, siç mund të jetë bujqësia, eksporti, dhe e them eksporti sepse sot kemi një nënçmim akoma më të madh të eurës, ku patjetër që eksportuesit ndjehen në vështirësi dhe jo vetëm që dëmtohet tregtia jashtme, por nga ana tjetër dhe punonësit nuk kanë mundësi të marrin rritje page, dhe kjo përsëri sjell probleme për financat personale këtyre punonjësve, por nga ana tjetër sjell edhe probleme në skemën e pensioneve, sepse të gjithë ato kompani të cilët merret me eksport e kanë të pamundur të rrisin pagat për shkak të problemeve që kanë le të themi për të mbajtur tregun, sepse nënçmimi i eurës pra i ka sjell probleme të mëdha dhe ulje marzheve fitimit. Pra pikërisht këto sektor siç mund të jenë pra siç thash eksportuesit, bujqësia, ndoshta edhe disa sektore të shërbimit, duhet të kenë lehtësira fiskale apo të shikohet një zgjidhje me qëllim që apo subvencionet në bujqësi me qëllim që këtu pra të kemi dhe formalizim të tregut të punës,
por nga ana tjetër dhe të reduktohet deri diku evazioni fiskal, por dhe vetë kompania të ketë mundësi të rrisi pagat. Tani një nga arsyet që sot ne shohim që se si pensionistët përballen me vështirësi apo me probleme të kostës së jetesës është dhe fakti që pjesa më e madhe e pensionistëve, pra 1 në 4 pensionistë sot është i punësuar. Që do të thotë që fakti që pjesa më e madhe e pensionistëve të cilët ndjehen energjik janë rikthyer në tregun e punës është një tregues për qeverinë që pensionistët nuk bëjnë një jetë normale. Nga ana tjetër, kemi remitancat, një tregues tjetër që tregon pra që pensionistët nuk ndjehen, le të themi, të suportuar nga ana e qeverisë. Pasi me rritjen e remitancave kemi një tregues ku emigrantët detyrohen të, le të themi, të dërgojnë më shumë para për familjarët e tyre dhe për shkak të çmimit të eurës dhe për shkak të rritjes së kostës së jetesës. Mos harron që Shqipëria është një nga vendet e Ballkanit Perëndimor që ka një kosto tepër të lartë jetese pas Serbisë, ndërkohë që nivelin e pagave mesatare minimale, për më tepër dhe nivelin e pensionit minimal dhe mesatare ka më të ultin në rajon. Romina, ndërkohë kanë dalë dhe statistikat e 2025-s ku është bërë ditur se në 6 muajt e parë të vitit ekonomia u rrit me 3.6%, paga shumë në parametrat që jemi mësuar para dhe pas Covidit, ose po themi ndryshe nga viti pas Covidit që ishte e kuptueshme që do të kishte një rritje për shkak të fikjes totale në krahasimin me vitin pararendës. Çfarë të bën përshtypje, është një rritje e kënaqshme? Në fakt nuk është një rritje e kënaqshme, jo vetëm në nivelin makroekonomik, por dhe në nivelin mikroekonomik, dhe në nivelin mikroekonomik këtë e kam parasysh në përkthimin në mirëqenie. Pra kjo rritje nuk ka mundur të përkthehet në mirëqenie për qytetarët shqiptar. Dhe për sa kohë një rritje ekonomike që mund të them që është modeste, por e qëndrueshme në fakt, nuk përkthehet në mirëqenie, atëherë nuk mund të konsiderohet asnjë rritje e cila që do të rrisi standardin e jetesës së qytetarëve shqiptar. Dhe në këtë drejtim, çfarë beson se e ndikon shifrën pothuajse të njëjtë? Në fakt, edhe nëse referohemi rritjes, rritja vjen si për shkak të tregtisë, por dhe të industrisë ndërtimit dhe turizmit, që do të thotë që së pari flasim për industrinë e ndërtimit, nuk është një industri e qëndrueshme që ne do të na sjellë në periudha afatgjatë një rritje ekonomike. Do të vijë një moment që ndërtimet pra Shqipëria do të ndërtohet dhe nuk ka nevojë më të ndërtohet dhe nuk do të ketë këtë lloj ekspansioni. Nga ana tjetër, sektori i turizmit pam që këtë vit pati le të themi një rënje disi të vogël, por ama që tregon shumë për një të ardhme, që do duhet më shumë investime në turizëm, më shumë marketing dhe jo çdo gjë, dhe nga investitorët shqiptarë, jo çdo gjë duhet le të themi të përqendrohet në investime në turizëm. Duhet patjetër që qeveria të nxjisi pra le themi sektor të tjerë siç mund të jetë bujësia e kemi thënë shpesh, pra bujësia, agroturizmit, të gjitha këto do ndikojnë pozitivisht jo vetëm në rikthimin e jetës në zonat rurale, por nga ana tjetër ne jemi një vend që kemi një avantazh konkurrues në bujësi. Dhe nëse qeveria shqiptare do të ndikojë dhe do të rrisi subvencionet në bujësi dhe patjetër që do të ndikojë dhe pozitivisht në formalizimin e bujësisë, atëherë mendoj që ekonomia shqiptare do të ketë një rritje më të lartë. Nga ana tjetër, bujësia nuk do të jetë më një nga sektorët e brisht, vetë vendi nuk do të varet kaq shumë nga importet, sepse kemi një varësi tepër të madhe nga importet, gjë që na tregon për një bilanc tregtar negativ. Pra të gjitha këto janë ciklike, do të ndikojnë pozitivisht në hyra, nga tatimet dhe taksat, do të ndikojnë pozitivisht në punësim, do të ndikojnë pozitivisht në ndaljet e imigracionit, patjetër që çdo individ i cili gjen një vend pune, ka një pak të kënaqshëm, nuk ka pse të emigrojë në vendet e Bashkimit Evropian. Romina, kam dhe i pyetjet fundit për kriptomonedhat, është thënë që brenda vitit do të ketë një projekt ligj dhe kemi parë që në gjithë botën zhvillimet kanë qenë të shumta, në Shqipëri nuk ka as pika të këmbimit, po themi valutor të kriptomonedhave. Beson se do të ketë progres? Patjetër që do të ketë progres, sepse nëse shohim edhe disa udhëzime të vetë Bashkimit Evropian, Komunitetin Evropian kanë përcaktuar dhe në kuadër të pastrimit parave, në fakt,
të luftës ndaj terrorizmit i kanë kushtuar shumë rëndësi dhe pjesës së kriptomonedhave, duke i formalizuar, pasi duke i formalizuar është dhe më e lehtë pra gjurmimi. Në kohën ku një vend që do të futet në Bashkimin Evropian ka, le të themi, mungesë të formalizimit, atëherë do ta ketë më të vështirë të gjurmojë elemente të tilla që do ndikojnë negativisht në ekonominë e vendit. Mendoj që në kuadër të futjes dhe në Bashkimin Evropian do të ketë përpjekje dhe do të jemi, le të themi, në rrugë të drejtë dhe për formalizimin e këtij tregu. E qartë. Romina, të falenderoj shumë që ishe me ne, kënaqësi të bisedoni. Faleminderit, është kënaqësi. Mirë miq, ishim me ekspertën Romina Radonshiqi në një temë që kishte të bënte me ekonominë, përgjithsisht për pensionet, për bonusin e fundvitit, por gjithashtu dhe çështje të tjera si rritja ekonomike gjatë këtij viti, por gjithashtu dhe një teknologji avancuar e kriptomonedhave që duket se gjithnjë më shumë po gjen terren edhe nga aspekti legjislativ në të gjithë botën. Ne kemi mbritur në fund të programit, unë ju falenderoj shumë që na ndoqët, bashkë të takohemi nesër si gjithnjë në orën 13. Deri atëherë ju mund të vazhdoni të qëndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet e fundit. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.